Agim, ndoshta me vetë në Haç, kur ke qenë në Haç? Në Haç kam qenë në moshën relativisht tre. 27 vjeç kam qenë, vitin 1999. Lufta kur u kono. Pikrisht në atë kohë kur ishim në Haç, edhe u bombardu Serbia. Që ishte unë si një ndjekës i zhvillimeve politike edhe atëherë, po sot kila bashkë anash, ka qenë një befasi shumë e madhe se duke njoftë organizmat ndërkombëtar, si ato politike, si ato ushtarake, ka qenë pa imagjinueshme që të dalë në krah Kosovës dhe ta bombardoj Serbinë, që ta nxjerrin ushtrinë dhe policinë prej Kosovës. Por deshti Allahu, edhe ne duke qenë në Haç, pasi që më vetëm i patëm kry ritualet, po ishim edhe disa ditë duke qëndru, vetëm kur në lajmi në një periudhë kur s'kishte telefona celular. Ose ai që ka qenë milioneri më i miri të Kosovës. Po përmes disa burimeve alternative, vetëm se kur i ra o gëzut ju, Haxhiler. Si su gëzum. Ishte një gëzim i papërshkrueshëm se për herë të parë në historinë tonë të re, si shqiptar, dikush i dul zot shqiptarëve. Tash dikush mund me thonë, për të qish më fasu ashtu i dul zot shqiptarëve, kur Amerika, kur Evropa, NATO